Ja pra erdhëm këtu te kjo pyetja shumë si ishte ajo pse nisi lufta? Do japim përgjigje avash avash me shumë njerëz. Kemi iniciatorin që e nisi këtë debatin pse nisi lufta, urnë. Atje, jo, unë jam iniciatori. Jeni të mirë pritur, Pastaj kemi përkrasin numër 2. Të shohim varet. E në Shergjiun atje në cep. Tara! Se një besoj fare. Çuna mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Jo ti Erlin. Unë jam i shtëpisë, po jam si ftuar sot Lale, është emisioni jot, mos më ngatron. Gjithë se është era dytë, është era dytë. Tani jemi si shtëpi, kemi emocione, jemi lirshëm. Drejtohemi. Për cilën luftë? Tamam për cilën luftë? Ka sa po ktheje këtu shpejt? Bravo. Tashi jena për i luftë shumë pa përgjigje. Do të thënë, po flasim për Naruton, ka pak Arlinin atje që ta theksoj planin. Ashtu. Të tre çuna që qysh zotit s'ke nacionin fans Dragon Ball e One Piece janë të tre. Jo, One Piece jo Lale. Janë të tre për Naruto, kështu që nxirrni thikat. Na urma. Po, tash pse vetëm këtu? Si anul mërdaj. Zing fanash? Zing fanash. Është gjitha planifikuar. Ashtu, unë tash jap deri. Ne bëm kastile tatuazhet për këtë podcast. Vetëm për këtë podcast. Tatuazhet i kemi bë vetëm për këtë podcast. Okej, tatuistën ta bëjmë kështu, ta bëjmë hashtag. Mane. Jo. Për Bukaran. Tatuatori. Tashi vlla, dalim te ti me që si i pari. Pse e nisë këtë debati herë parë se dinte lufta? Se di pse më gjykojnë gjithë mua valla. Unë isha edhe i ftuar atë ditë. Pse ma hedhin gjithë mua? Jo, më këta e kanë fare si ta përgjigje. Këta si ta përgjigje. Çka po të flasim për Naruto, për Zotin, përveç se është anime për mua më e thellë që ekziston nga të gjitha animet. Nuk është se kompania 300, kupton, se jemi fiksuar bëm podcast anime. Jo, po them 300 lloje anime. Është shumë sa koleg, je brenda, je i super. O vlla, un jam një anime dashës. Un për atë që flas, kam informacion në çdo gjë. Anime dashuronjës. Po mendoj që Arlini është Naruto dashës, dashurushës. Unë se di, un kam fare për shtypje që më shumë Sasuke. Po jam Team Sasuke. E shoh ja gjeta te Sasuke. Se Sasuke ka fiks atë që ky s'ka pas kur, bukurinë. Po. Çorri. Ka sa po ja bon golim duket. Ka i dalë ku merr tut Lale. Ky është problemi. Si ai më bëti, jo ti ta fut sot. Dhe nëse s'ta ka futur akoma tha Ledioni, prit se do gjej një mënyrë për të ta futur. Dhe një orë këtu jena guzuar. Lale, ja fusim kot tash. Se për pjesën e po të kthehemi te pyetja jote, ajo e luftës. Direkt aty do shkojmë? Jo. Ore, mua si shikues që nuk e kam parë atë episodin për shembull. Jo, unë e kam parë. Flas për një shok. Atëherë nëse ti nuk e ke parë akoma, ktheu mbrapa edhe shife, pastaj kalo këtu. Po ndodhi, bëjmë një recap të shpejt. Unë them ta nisim nga fillimi fare herë, para se shkojmë aty sa nxefen gjakrat. Ore, pse fillu ta shikoni Naruton kur u rritë, domethënë çka keni menuar që ore fillova ta shikoj diçka me shumë mundësi qava që në episod parë ose dytë kur mërzitet ai. Kështu që na jepni përgjigje pse e pati herë. Unë apo të flas. Koleg se e gati. Unë kam marrëdhënie shumë të çuditshme me thënë drejtën me Naruton sepse fillimin, pra pa kalu te Shippudeni, ku rriten gjithë personazhet që ka bëhet ai time skipi. E kam patë Bangu si të gjithë. E kupton dhe e shifja ka qenë Dragon Ball edhe Naruto, ose Naruto dhe Dragon Ball nuk ka rëndësi renditjes, ishin bashkë njëra mas tjetrës. Gjithë njëra me tjetrën. Bravo. Se kapsha dot orarin e parë se isha në shkollë. Kapja orarin e dytë, bëja 2 toste. Orari mas ditës. Bravo. Ka qenë orën 7. Bravo. Bëja 2 toste, një për Naruton, një për Dragon Ballin. A kupton, dhe ulesha para televizorit. Dhe kështu e kam kaluar atë pjesën. Pastaj jam rikthyer shumë më mbrapa duke pa pjesës atë vogla, por dashuria ime reale për Naruton ka filluar më mbrapa kur unë fillova duke pa Shippudenin shumë realisht, pra duke pa episodet. Po. Ishte dhe jo i çik. Kur isha 20 kusur, mirë. Edhe fillova duke pa episod me gjithë fillera. Dhe pastaj luftën mund ta kem pa 5 milion herë. Një gjë tjetër që më ka pëlqyer shumë, mund ta kem pa ekstremisht shumë herë. Unë dashuroj 2 personazhe, dashuroj një Minaton ekstremisht shumë
dhe Se Obito. ludhe me Naruto, kur lu Naruto është i frikshëm me Edhe Minato. Obiton. Edhe kështu pra unë kam pak këtë pjesë dhe Boruton pastaj mbrapa që është një zhgënjim i madh, po bisedë për një herë tjetër. Ose u rritet çik më shumë për ne. Jo më se bëhet shumë lart tash që thon. Po, edhe ky ka pas sa pjesë mangës, por ata i Po, skipi. fillimi i erë është skandaloz. Fillimi. Ose Do s'kishin të sa ka me lidhje bota, fare veç me Byron Mode. Po lidhja e domethënë nuk e di, shiko, Naruto kur e shef si i rritur flasim, të bën realisht të reflektosh mbi shumë marrëdhënie, qoftë shoqërore, qoftë njerëzore, qoftë dashurore. Është ekstremisht shumë aktual dhe mendoj që do mbetet është si ato veprat e këtyre poetëve tanë që edhe pse janë shkruar në 1800 i ke pirdhu, janë akoma aktuale edhe sot. Edhe njëjta gjë mendoj që do ndodhi edhe me Naruton ndër breza. Edhe vazhdon që të jetë një ndër animet më të pamë edhe ditë e sotme. Që ka marru. Po flasim ka marru. Jetë akoma në pikun e vet. Edhe ka për qenë. Në Crunchyroll më duket është akoma më e shikuar. Netflix po everywhere. Kudo më nga do që ta kthesh vetëm Naruto shef të parën për herë në ring. Është tamam që thot Tomi, se përveç tyre ti ke edhe marrëdhënie familjare. Pra, marrëdhënie familjare që Naruto nuk e ka, por ty ta jep mesazhin. Pra ai nuk ka një eksperiencë vlla me nënën dhe babain të jetueshme. Ama ai të jep kontraversin e kësaj gjës. Pra që si është kjo jetë apo mos t'i kesh, bie fjala. Dakor, pra dhe sa i çmon, se ke filmin pasaj. Që është Naruto që e takon Minaton dhe Kushinën, që bëhet menma. Po. Ky është një alternativë. Që ishte Tsukuyomi i Nëse të ndodhte kjo gjë, po. What if. Eksakt, po what if is it a Marvel. Po më mirë që s'doj ta kishim pa atë se e kuptoj, ja prish gjithë bukurinë kësaj, besoj unë. Nëse është drama kësaj. Po shiko, ka qenë, unë mendoj që këto filmat janë pjesë e marketingut për të kënaqur aktiv gjithkohës. Për të kënaqur njerëzit që gjithmonë kanë bërë atë pyetjen, po nëse si do ishte jeta e tij, nëse gjona do ishin shumë ndryshe. Po e ka bëm duket dhe vetë Kishimoto ka bën një sekuencë, ka qenë filler këto, ku janë Minato gjallë, që vdes Itachi e vret se i futet midis Sasuke dhe Naruto që luftojnë prapë së prapë me njëri tjetrin, që i del përpara Itachi. Po. Që është Fugaku i ati Sasukes bashkë me Minato që drejtojnë bashkë shatën. Po janë të gjithë gjallë. Eksakt. Vazhdon atë ritmin pa luftra, pa gjona që pa ishte mërzitshme pra. Ajo mbaron me dy fiba. Domethënë që kryesori i keqi është ky Sasori. Që ka bën Kazekagen dhe këtë Raikagen marioneta. E kuptoni ky është kryesori i edhe vret ajo pastaj. Konane. Jo, ajo që e vrau, ajo që do t'ja përmeni emrin njëri. Sakura. E kupton sa lart ka qenë ato. Po nejse, pak rëndësi ka, lutem si fillove ta shikosh. Nuk e kuptoj all the hate për Sakurën, po nejse. Jo, s'ka hate. Thjesht ka mos pëlqim. As i lloj hate, fix. As i lloj hate. Po çfarë më thon pse e fillom? Mendoj që të gjithë soi kemi filluar ke Bang Bangu, se jemi pothuajse të gjithë njerëz të mosha, kuptoj, të gjithë aty kemi filluar derisa ka vazhduar pastaj historia e dashurisë është zhvilluar. Normalisht sa më shumë ta shohësh, aq më shumë e kupton. Sa më shumë rritesh, aq më shumë e kupton. Normalisht edhe i rikthesh dashuria. Pra, për të mos tu fut gjatë Tomi tha shumë bukur dhe fiks kjo është besoj për gjithë e kena pa vlla se ato ishin atë kohë. Për ne këtu dhe ata që ta shohim. Jo më ka pas në atë kohë, po jo ato ishin Naruto. Kam i gjë që sa më shumë vazhdoj rritem edhe shoh le të themi lajme të gjërave që ndodhin në përbot. Pra, jetë reale. Aq më shumë i bën relate. Vazhdojmë jetojmë jetën tonë reale dhe marrim vesh informacione të ndryshme. Edhe i kthehem Narutos dhe them, "Ori se kono valla. Kë Madara." Pse i keq valla? Tamam, kjo është pyetja. Me thënë të drejtën këtë e kam menduar dhe unë dhe mendoj që jo vetëm Madara, të gjithë personazhet e këqija, villain në te Naruto. Po. Te Shippuden nuk janë pra synimi është gjithmonë i njëjtë. Është paqe, dhe sidomos njerëzit që kanë qenë ekstrem, që janë më të këqinjt e gjithë historisë, pra Xhaxha Dolfi. Pejni që s'po vjen emri Kokuqi se harrova tani. Nagato, bravo. Bashkë me trion, me Konanin dhe Yahikon. Yahikon, faleminderit. Të lutem. Se jam edhe çiki lodh, edhe Madara, Obito, janë të gjithë personazhe që në thelbin e tyre kanë vujtje ekstreme. Shumë. Dhe nuk kërkojnë
që të vuajnë të tjerët si ata. Përkundrazi, kanë humbur shpresën që paqja do të arrihet, po ne kur do flasim, po arrihet me luftë, e kupton? Dhe duhet masa ekstreme për të arritur rezultate ekstreme siç është paqja në rastin e tyre si Peni ndodhi kjo gjë, mos harro vendimet e vështira. Pra është dikush që duhet marrë vendimet e vështira që tjerët jenë të lumtur. Po kjo ka dy anë medalje. Se ti ke anën që po flisni tani, okay, që shkon çdo gjë mirë pra dhe mbaron një fund i bukur, ke edhe rastin për shembull që Yahiko ju sul Nagatos me kunaj në dorë. Dhe Nagato pastaj shkoi berserk vlla komplet i gjithë. Pse ju sul Nagatos për të vrarë veten pra? Po pra për të vrarë veten, ai e sakrifikoi veten. Pra qëllimi ishte që të shuhej, sepse ky Hanzo i Salamandrave donte ta shunte Akatsukin si organizatë, se ishte pikërisht në fshatin e vet. Dhe kjo gjë nuk solli atë lloj gjëje që priste Yahiko. Mos ta rrem dhe faktin që shumica e personazheve janë adoleshentë. Po, asgjë aty nuk rezulton siç duhet rezulton. Çdo gjë shkon skiç se si është ndërtuar aty para. Si ata janë adoleshent, domethënë historiku që ato kanë mbrapa është që nëse domethënë ata që kanë një familje normale janë më doptit praktikisht aty, po shikosh Tenteni. Shiko, e di çka kanë Naruto që kam arrit ta kuptoj jo më larg se para ca kohësh, kur po e rishikoj edhe për qef. Është vetëm anime ose ndoshta ndër të pakta dhe filma vizatimor, gjithë botën e Disney apo të filmave vizatimor, që kanë një qendër atësinë. Po ta shikosh, po, ka atësinë. Shikoj pak personazhet. Tek familja Shikamaru, kush është që del gjithkohës? Del Shikaku, i ati, që i jep leksione. E njëjta gjë te Çoshi. Del vetëm ai Shikaku ma ongre derrin ti se ka emrin Shikaku. Shikaku e ka emrin ai Bisha i Gara. Jo, e ka Shukaku. Shikaku Nara e ka Yati i Shikamaru. Nuk e besoj. Ja, duhet ta googloj. Googleohet lutem. Komentori. Unë dhe Kishimoto kena qenë bashkë kur e shkruajtëm. Unë fisha i shkruta. Kupton tash? Ti s'kishe shkrimin e mirë. Pra, kam kaligrafinë e keqe. Po, edhe Ino gjithashtu, pra formacioni Ino Shikacho ka Tiatin. Pastaj vendosën të vënë ka drejt. Edhe te gara, mos e harro, se më që nxorëm te shumë. Po jo ma vdes. Jo ma nuk ka vdek gjatë lindjes. Po pra. Kupton? Dhe ai personi është i Daja, pra vllai Daja i Garës, ai që vdes, që e vret vet gara. Pra po ta shikosh në qendër janë vetëm figurat atërore. E mëse hecin si mas kanunit me të pra, Japoni është kanuni modernizuar. Ai dhe çfarë vitesh po flasim. Po pra, domethënë ndryshe nga shumë të tjera. Pastaj po flasim për luftë, plagë, pra po flasim për ninja, nga supozohet rritet ninja. Lale, Kushina e lidhi Kuramën kështu si me pat kështu Chihuahua i Paris Hilton, kupto? Mos ja fut kot, pra. I Kushinit Tsunade ka përgjithë. Po pra, shiko, është shumë e bukur. Është shumë e bukur ndërthurja që ka bë. Pra, nuk e ka ul figurën e nonës, as figurën e gruas. Por është shumë më nurturing, është shumë më figurë mbrojtëse ndaj fëmijës se sa babai që është më tepër ai stërvitsi, ai mentori, ai që i jep ato fjalët e urta edhe të bën të dalësh në jetë edhe të bën mos humbësh rrugën e tjerë. Eksakt. Po më kjo më pëlqen te Naruto, pra se ka këtë lloj figurën atërore shumë në qendër. Ndryshe nga çaj më, pavarësisht rolin nënës është mu s'ka as pëlqen as mul as më ngre, kupton? Jo, po them e veçantë nga gjithë tjerat. Thjesht ka atë funksionin chill aty që unë suportoj edhe kaq ndaroj. Gjysmë episodi nga 700 episode. Nëse hi një pjesë tash. M'fal, ha. Ta kthemi pyetjet lezetshme nuk. E di çfarë do të diu nga ju kë keni karakter të preferuar. Mos më thoni Naruto Sasuke, po kështu dytësor, që është diçka që kjo unë kam tretësor fare dale. Unë dhe thash, për te Minato se është shumë i pazhvilluar si karakter. Minato është nisi përmendni anime të tjera. Minato është 5 minuta. Po pra, 5 minuta nga fundi. Bravo, kjo është ide, që më vjen shumë i natë për këtë gjë. Po personazhi im i preferuar është Obito. Obito për mendimin tim është një nga personazhet më të mirë krijuar dhe më të mirë zhvilluar që ka pa ndonjëherë Naruto.
me aq pak flasim kohë televizive sa ka pas. Jo, se ka pas si sezon, do të thënë një ark të tërë. Po pra, po nuk është zhvillu si Naruto, Sasuke. Tani pyetja, vazhdojmë prap, ta shtjellosh pak më mirë të ndërgjegjësohesh vetë. Pse është Obito dhe nuk është Kakashi për shembull? Ta them unë pse. Shiko, unë mendoj që ne personazhet tona të preferuara i zgjedhim në bazë të eksperiencave tona, që po mundohen mos të them fjalët në anglisht. Do të thotë ti do të vrasësh një popull të tërë për një femër që ka vdek? Jo. Jo. Ja, nuk ishte keq. Jo. E besoj që jo. Nëse do ma kishte vrarë dikush dhe ndoshta po s'ma ka vrarë njeri, është gjallë më e bukur. Mashallah. Po thosha, të eksperiencave që ne kalojmë në jetë, edhe mendoj që Obito është personazhi më thjesht më lehtë i keq kuptueshëm i të gjithë animes. Pra është një njeri në të cilën u supozua i vdekur, u shpëtua, ja, sem dakord fare. Një sekond lutem. U zgjua diku në një gu. Ai mund të jetë më i manipuluari. Ashtu të lumb goja, më i manipuluar. Jo, se më i manipuluar del tjetër kush, po një sekond ta mbaroj. Është thot vllajot pse. Po, është shumë, po pra, në këtë sens. Është Madara më i manipuluar. Eksakt. Dhe pse ta them unë? Madara ka manipuluar gjithashtu. Në këtë sens, vajza, një sekond. Në këtë sens, lehtë i keq kuptueshëm është i manipulueshëm në rastin që po flasim. Pse? Sepse u zgjua në mes të askundit, u zgjua nga dikush, nuk dinte çfarë po ndodhte. Kishte vdek para shumë shekuj. Bravo, nuk dihet çfarë po ndodhte, zgjohet dhe e kontakti i parë që ai kishte me botën ishte fiks, që ishte dhe sigur i shaut, që pa vdekjen e njeriu që ai dashuronte. Po flasim për një anime dhe për një periudhë kohore ku ai tipi kishte një dashuri jete dhe një të vetme. Pra, fiksi Romeo dhe Julieta. I mbaroi nuk u dashurua me dikë tjetër. Okej, po çfarë duhet të themi ne për Kakashin? Unë mendoj që Kakashi është një nga personat që ka vujt ekstremisht. E thot, biles ka një batut kur është me Sasuke. Që ka vujt shumë më shumë. Do të të hap debat? Do të të hap debat. Po do të të hap debat. Unë mendoj që humbja e njeriu të zemrës dhëmb më shumë se humbja e një familjari. Po, është shumë e vërtetë. Ti mendon që Rini nuk ishte njeriu i zemrës për Kakashin? Jo. Jo. Shiko, mos i ngatroni gjonat. Dashuri, atëre. Po, unë po të flas për dashuri çifti. Po pra, këtë dashuria është e madhe. Ka një diferencë ajo ishte një person të cilin ky e donte dhe ky e vrau me duart e veta pa dashur ta vrasi. Jo, usul Rini. Po pra, se s'ka dashur e vrau me duart e veta usul kjo. Nuk usul as bëjmë diferencën pse këta të dy janë në këtë lloj pikë. Domethënë, njëri jetoi me atë ndjenjën e pishmanit, që unë e vrava dhe ngeli mu për sipër, edhe tjetri u rrit. Ja pse ndodh. Tjetri u rrit me ndjenjën e urrëties që ma boni ky. E pra, po kjo sepse është tjetër gjë, është një lloj është ndryshe ta shohësh të vdesi për një shkak natyral, dhe është ndryshe kur miku jot, rivali jot, o vlla, ai që ke kalu që ke qenë 3 plom, pra që në akademi që futen që të vegjë, që nga kopshi deri në universitet. Dhe pa ditë fare kontekst. Eksakt, pra. Ju kujtoni, the wrong timing. Nuk e ka kuptuar kontekstin. Komunikimi është çelësi i çdo gjëje. Ato s'folën asnjëherë bashkë, ai thjesht ata e vrasin. Ai ka moment asnjëri nuk e ka menjen për të folur. Tregon skena që ai ka pas shumë herë Kakashin te varri i Rinit. Po pra, e thot ai. Ai e thotë që ka parë teksa vuaje. Po pra, ai i thotë që të kam parë teksa vuaje, se ky shkonte edhe ke varri i Rinit, edhe ke varri i këtij. Para provimit budalla, për çfarë po e shef domethën varrin? Vlla, para provimit Sasuke ishte te varri Obitos. Te memoriali. Obito është një Uchiha, në të cilët tregohet Uchiha ka një temperament shumë të egër, ka gjakë vlla. Përkundrazi, ai për mua është më afër temperamentit që ka Naruto, sesa temperamentit që kanë Uchihat. Absolutisht, po flasim temperamentit. Kakashi, ne pam një version tëndin, domethënë, versionin tënd të vjetër tek Naruto. Ja thot momentin që ka gjashmëri si personazhe, patjetër që po. A mendoni se do kishte ndodhur dhe njëjta gjë edhe me Naruto nëse domethënë do përsëritet pak a shumë? Me të gjithë tipo për mendimin tim po. Naruto e pa që Sasuke ishte i aftë të vriste Sakurën, ishte i aftë ta vriste. Po nuk e vrau.
Po. Po se vrau se la Kakashi, se u fut Kakashi. Po mirë, atëherë Kakashi është gjithmonë aty ku duhet. Ja ta hedhëm poshtë. Ja për ta them unë pse do shkonte te Naruto. M'fal, çai ndodhi Narutos kur Paini përplasi natën si ky shqeni për to. Dolën 8 bishta, nuk dolën 4. Dhe fal zotit Minato aty u kujtu që u prit se pas kam i çun këtej që do bëj kërdine dhe opa doli. Dhe çfarë ndodhi në momentin që kur i thirr Rimenjes pastaj, shikoj duhet se ka gjithmonë një dalje sidomos Naruto që kishte bishën brenda. Tani ky kishte një bish mrena ky? O vlla, zemrimi. Bisha del sepse ti je vulnerabël, pra ty të pushton e liga, e tregon në gjithë filmi që ty të pushton e liga, por në momentin që ti do kthjellohesh, jo që do të duhet kesh moment aty. Shumë moralist ky më burr, është ekstremisht moralist. Je shumë teorik. Tani, unë mendoj që vetëm lidhje që këta kanë të dy si karaktere, domethënë Nobito me Naruto, është vetëm naiviteti dhe pak idiotësia. Idiotësia që ka. Po them, Naruto nga ana tjetër, unë mendoj që këta kanë qenë fëmijë në të dy rastet, edhe kanë qenë si ajo drasa e bardhë që kushdo që ju ushqen këta, çfarë ti shkruaj te kjo drasa, do rriten. Bravo. Ndole fiksa aty ku doja. Ky u rrit nga Madara, që nuk ishte qëllim që këtë ta ushqente me virtytet që ky duhet merrte, po e ushqiu si lodrën e vet. Praktikisht e manipuloi. Edhe detyroi që gjitha punët që ky s'kishte fuqi ti bënte akoma, çoi këtë bosë. Bravo, tani vetëm një sekond, më fal pak. Marrim këtë që the ti nuk i heq asnjë presje, dhe do marrim dhe Naruton. Kemi dy karaktere të përballë. Ke një djalë që është përbuzur gjatë gjithë kohës nga fshati, nga shoqënia, por nuk është përbuzur realisht nga ata që ka pas afër në akademi. Se nga Shikamaru nuk është përbuz ndonjëherë. Është i vetmi. Po deri 6 vjeç ai, po pra, 6. Patjetër. Ka përbuz gjithë. Deri në momentin te provimi Chunin, deri te provimi Chunin që ai tregoi vetveten realisht, e përbuzte fshati, pra njerëzit të pavlerë të fshatit. Po sepse ata që e njihnin, ju ushqenin fëmijët e tyre me idenë që ky është bisha, po bravo, dakor. Domethënë Shikaku i thoshte Shikamaru që shiko, rri me të se s'ka. Jo, ai nuk e di, ja prandaj më pëlqen ai personazh. I thot si ndihesh ti. Kupto? E thot ai nuk është shumë i zgjuar, po nuk është shumë problematika se bëja disa ndjenjë. It's a drag. Po pra, po në një mënyrë indirekte, ushqente me idenë që ti rri me këtë. Atëherë, një sekond. Idiotësinë e tij dhe përpaaftësinë e tij është bullizu dhe i vetëm moment kur Naruto realisht është vlerësuar. Po kur shpëtoi fshatin nga Paini. Kur shpëtoi fshatin. Para kësaj ka qenë kur shpëtoi fshatin nga Gara, që filluan e morën seriozisht gjithë. Okej, sa ai filloi të kontrollonte Ninetales. Kur mundi Nejin, aty u habitën gjithë. Se deri atëherë thonin, "Oh, ky loseri, ky është një loser, si do mundi, ky është loser." Pra tani ç'a pretit ta shajnë një sekond. E njëjta gjë, e njëjta gjë ndodhi dhe me Obiton. Njësoj kishte Obito. S'kishte me zor bote i Shadow Clone, nuk ishte te uçiat, nuk po shfaqte dot çfarë. Pra deri këtu jemi on the same level. Si u shkruajtën mrapa, bëni diferencë. Por kemi një mentor shumë në hije, shumë jashtë, shumë në mënyrë indirekte, por që mendoj që hynte në momentet që duhet derisa e mori Kakashin dorëzim, pastaj që është Hokagu i tretë. Ndërkohë që Obito u rrit fiks me këtë që sapo the ti. Me Madarën që nuk ju rrujt trapin asnjë moment. Po diferenca është. Më fal pak. Dhe ç'a ndodh? Mbas se Naruto nuk ka qenë aq vetëm. Mbas Hokagu 3 erdhi Kakashi, mbas Kakashit erdhi Jiraiya. Mbas Jiraiya para Kakashit ka ardhur ai. Kush? Iruka. Iruka është bërë në akull që ta njerëzit ty duan, po thjesht ti e rrit me këtë idenë që nuk duan nga heti njerëzit pa rëndësi. Bravo. Ndërkohë që ky zotëria këtu tjetri nuk ka qenë po prap brenda kësaj shpellës, po prap me këtë stërgjyshin, katragjyshin, që kishte qëllimet e veta shumë të sakta, pra shumë të qarta. Po pra, kjo është në fazën që ky u deklaroi vdek. Po pra, aq njësoj e kanë, pra më përpara, më përpara ky u rrit nga Minato, a kupton? Praktikisht, të tregta. Po Minato ka qenë shumë, tani di që çfarë bëjmë ne. Po ka qenë shumë absent në të gjithë treshen. Jo, thjesht nuk tregohet se ka qenë aty. Thjesht nuk kanë bërë. Imagjino pak traumën e Obitos, që ta kapin pak që nga zona filla. Pra, ai kushinën e donte si nënën e vet. Po, sepse dhe Obito është rritje tim.
me sa dihet deri tash është rritje e tillë. Nuk i dihet familja. Domethënë familja nuk ka dalë në asnjë moment as i lloj hinte. Pra kushinën e kishte si shoqe, por dhe si mama njëkohësisht. Dhe kushina e thotë, nëse do kisha djalë do doja të ishte, pra që këtu fillojnë ato hintet e para, do doja të ishte si Obito i thot Minatos. Dhe tjetra është tek fakti që ai arriti deri aty, sa shkoi vrau mësuesin e vet vlla. Vrau mësuesin e vet dhe kushinën gjithashtu. Po. Për urrëtin që i shkaktoi. Dhe dalim tek ajo që po thoshe ti vlla, që Planeta mora paralizim dhe me Minaton. Të dy psuan një traumë të njëjtë. Si Naruto me Hinatën, që e përplasi Paini, si Obito me Rinin. Shumë bukur. Kush ishin ata dy që erdhën momentet më decisive? Ndalo, para se të shkojmë aty, duhet kuptojmë diçka tjetër. Këta të dy u rritën nga dy, Po pra, këtë po them. Këta të dy u rritën me atë idenë që të mos kenë këtë ndjenjen e regretit, si thon pishmonit. Pishmonit, po. Çfarë do lloj gjoje që ti të bosh, mos rrit ta mendosh në kokë që mos e bëj se si Po pra, patjetër. Por diferenca është që Naruto nga Kakashi u rrit, shiko, pavarësisht se ti nuk duhet të shkosh me këtë që mos u bëj pishmon, a kupton? Në çfarë do lloj situate se ishte ka qenë gjithkohës të kërku Sasuke një sezon, një komplet. Ajo. Gjithë pjesën e parë. Edhe gjithkohës ky ishte kërko, edhe asnjëherë nuk u mërzit, domethënë u rrit me atë ndjesinë e dashurisë, që sido që të shkojë puna prap je i lumtur, vëlla, se nuk i dihet sa jeto. Kurse tjetri u rrit me idenë që shiko, un po të mor ty tash, ky të boni këtë keqen, dhe ti do rritesh me idenë që këto tre vëlla do rrojnë më pak se ti. Po vëlla, ke tek qëllim do bësh këtë genjutsun që ti të rikthesh lumturinë, se nuk ka lumturinë vëlla, do jesh bashkë me Rinin. Kjo edhe zotria ka marrë komandën edhe pulum pra prandaj në të gjithë kemi dashur dhe një sekondë prap në fund ti kupton se sa unë mendoj që ai e ka shumë më mendoj unë, kjo është e imja tani se ne nuk do ta dim kur këtë, e ka shumë më të thellë ndjenjën e dashurisë dhe dashamirësisë se Naruto. Po. Mbas çdo gjoje, mbas gjithë komandës që kishte marrë, mbas gjithë lavazhit të trurit, mbas çdo situate, e mendoj që ndjenjën e dashurisë e ka shumë më të thellë se Naruto. Por mendoj unë. Këto shkojnë në baraspesh logjika dhe dashuria. Domethënë dikush ka më pak logjika, më shumë dashuri. Ti e ke parasysh momentin me Sakurën që i thot Sakura ka një moment kur po shkojmë për tek Raikagja, që i thot të dua. Vetëm ideja që të kthehet mbrapsht, i thot Narutos. I thot Narutos të dua dhe deshe kapën shpulla që i thot jo, mos e bëjmë këto poça. E pra, me natë aty se kishe Shikamaron aty të veshit, Çuku. Erdhi momenti. Pra, po të bote gaf ti thoshte Rini Obitos të lloj llafi. Ë? Pra du dalë të fakti që jam dakord me Tomin të kjo pjesa. Ndjenjën e dashurisë, ai ka pas shumë më të pastër. Patjetër, po jo dashurisë vetëm për Rinin. Jo vetëm për Rinin, si fëmijë, se në fund fare thjesht i bizotroi dashuria, sakrifikoi veten në luftën. Diferenca është që ndjenja e dashurisë që Obito kishte në moshën që kishte Naruto, ishte shumë herë më e konceptueshme, më e lartë, sepse Naruto atëherë vetëm ka nuk do thoya këtë gjë. Dhe mos harroni që Narutos në një pikë jo shtën në një pikë, pra edhe kur shpëtoi fshatin nga Paini, në një pikë ju tha që you're worth it. Nuk je i zëvendësueshëm. Mund të bësh gabime, po ne prap të duam, je më i miri. U bëj gjithë ai lavdrimi, po. Këti nuk ju bë kur. Ky nuk e përjetoi kur. Po pra sepse zgjodhi këta, si ishte nuk e zgjodhi. Kjo nuk ka bëj jetë tjetër, po rrethanat pra si erdhën. Po nuk erdhën rrethanat. Jo, si zgjodhi. Unë jam gjithmonë pro që jeta është çështje zgjedhjeje, por në këtë rast, gjithmonë. Në këtë rast, ky shkreti detyruar të shkruante në fletën që i dha Madara. O vlla. Është rast shumë i izoluar dhe specifik. Vlla, ti kërkon një gjë. Shiko pak, e di si është, e ke parasysh historinë e Midës, mbretit Mida? Jo. Që çdo gjë që e prekte e bënte flori. Po. Dakor? Po. Ai kishte një lloj gridi, vlla, një lloj lakmie për Floririn. Dakor, që vetëm e kërkonte. Çdo nuk ngopej. E njëjta gjë funksionon dhe me dashurinë. Qoftë familjare, qoftë për kundrejt një partie. Nuk është pak e egzageruar. Mund të ndalojmë së foluri për Obiton, se ta them dhe këtë dhe do kalojmë te Roklia. Këtë shokun tim këtu. Patjetër. Që mendoj që është një, jo ky, jo. Vetultrashi. Bravo. Për Roklin që mendoj që është një nga personazhet që realisht duhet vlerësuar shumë
Pse se qanë gjithë ditën? Për jetë reale, ta them Dhe ka fiksim Sakurin që se fitoj kur? Dhe Po vetëm qanë gjithë ditën. E vetmja pjesë... I think që është një djalë që është krijuar për të motivuar shumicën. Pavarësisht se ndoshta se ky s'kishte asnjë nga këto nuk është vlerësuar sa ç'duhet. Po, dakord, pa e ka Çfarë do ka me thënë? të paaft në aspektin që ti E vetmja lufta tjera, kjo. edhe aftësia jote Po është pra, hard sepse work. pastaj i ka ra shumë duke di pse ja kanë ul goxha vlerë, ka qenë Vlla, ajo me sepse do bëj shumë fiction. me atë tjetrën. Do Se bëj ndërkohë shumë që, Po fiction. jo, ja gjeti gajt në një moment ku mjeshtri i vet ose mu më duket si baba me thon drejtën që Po, se gjithashtu e kena pandej. kot ma bebe. Gjithashtu e kena pande. Po, bravo. Ë, Nëse kjo Ai skena s'ka dashmori për njësi, deri Kjo në që hiq to pesh aty herë është skena më savage. kupto dhe Kakashi që i thot guide vllai e ke te pru, E ke mos te sa pru. ja ke lut Ja, them. është një person i cili gjithë jetën është gjithë jetës i është që ti nuk mund ta bësh. Ti nuk mund ta bësh ninja po. Po ka dhe gjithë S'ka lezetshme si tek ta gjë, se si do këto janë bësh kështu si të panjohur as si fis as si Kështu që- thjesht janë vetëm këta dy edhe Po, edhe si babi gjatë, ati- thjesht- Po edhe thjesht- babi daj, thjesht- my po, daj. edhe Bravo, po, pra, thjesht ma- është krijuar për t'i shtatë treguar shtatar njerëzve ka që vetë, mos sa u bravo. dorëzo kurrë. po. Pra ky është vetëm për t'i treguar shikuesve, për t'i dhënë një moral që mos u dorëzo kurrë vëlla. Ky është Cristiano Ronaldo. Po Cristiano Ronaldo është një nga më të mirët në botë. Ky është i loqe që masi punoj fort, rriçan atje gjithë ditën dhe po Drejt ka, Lele. në momentet, Ja. në momentet, Lale, Shiko, i vetë okay, dakor, miri, në dakor. Më momentet thuaj më një skenë që kyçe. ka qava vëlla. Te lufta e madhe, për herë, ai për hapte u bë, cila ai u s'ke bë i kuq, hapi portën e tet, Po. ky debilit është Do mjeshtër, vdesi." mjeshtër. Po do vdiste ai vëlla. U dhe marrë, Po gjithë çunat, gjithë E çunat, da Ka me- çajt Naruto. o vlla gjithë çunat tu çajt nga Pa, mrena le të ishte. Naruto, Po, po. Vdik Nexhi si mretna as nuk luftoi si O, gjatë vlla. ja boni një. Edhe kështu. Gjithë çunat ishin duke çajt nga mrena. Ky në vend ta hapte dhe ky të boheshin dy. Vallaj tishin bo 2 për zotin. Çat hapte me ky edhe marrshin e katërt ato portat me zorja merr. Personazh është nga këta personazhet që është shumë Unë mendoj që është nga që personazh më të qanë bukur. shumë Mund bëhet ndoshta nuk është një nga personazhet Shiko, më vlla, të ajo fortë, ka skenë dhënë është një skenë mesazh, adoleshente. personazh që është krijuar për Pra. të dhënë Po, një ka mesazh. dhënë një unë mesazh mendoj që vetëm te Naruto, hyn te Shippudeni, Jo, o vlla, S'ka ai Dakor, pra është se si ka dhënë më rëndësi, pra Po nuk nuk e ka, lan sepse aty. te a kupton, Naruto, Ostin, nuk- Ostin. po, dakor, parë. po të paktën për Naruton, për atë pjesën e Narutos ka pas një rëndësi shumë madhe. Për mua, personalisht për mua. Ostin, Unë fal mendoj një që- sekondë të jap një shembull. Ti je koreograf vlla. Okej? Normalisht të bësh një koreograf shumë i zoti, pra të kesh një palestër tëndër apo ku ta diun se çfarë ti është dikushi në zhanrin tënd, duhet të kesh pak talent apo jo. Mendoj unë. Zemra, unë mendoj që jo vetëm unë, po edhe shumë të tjerë i është thënë në këtë jetë që ti nuk mund ta bësh. Nuk këtë. Të Po, gjithëve. Ti po. nuk bën Të plano. të katërve ne këtu, vlla, e Shumë kena bukur. marrë paktën një herë në jetë. Po çka Herë. ke bë? Ke punu vlla, po shiko pak, është tjetër Same gjë. shit që ka bë ai. Pra, Po, ky është një personazh Aha. që është krijuar për të treguar njerëzve keep going, keep going. po mirë, më fal. Çfarë Pra, mendon mos ti se dorëzo, është Kurama? Mos i bësh Një sekond, simboli Kuramës, po ta marr nga ana e vetive. Mos e shif si dhel pra me nënt bishta. Ose si një super fuqi. Çfarë është Kurama si simbol? Vlla? Sepse një lloj ka punu Naruto, mos them që Rock Lee ka punu më shumë se Naruto. kush është simboli. Është thjesht talente vlla. Është diçka e dhënë Po, në momentin që ti kuptoj. linde. Ja. Jo, si jo. Talenti është Për mua, uçia. bravo. Talenti është uçia tash. Ata janë. Mos e ndrysho. Kurama ti e kuptoj unë se varet ti e talent quan, se unë e uçia- kuptoj pse e quan talent, po është diçka që ai duhet ta punonte, ta zotëronte atë. Kurse uçiat nuk kanë pas ndonjë vështirësi në të zotëruarit. Ku? Asgjë. Apo e tani ku për po zotëru, mos i fo për bito ti zotëru. që si doli Jo, s'ka lidhje, dole dy për herë. Shiko, duhet kuptoj Fal, diçka se shiko, te uçiet për shembull talenti vinte me sakrifica të mëdha, Me se sakrifica të Qoftë mëdha. se kishin një sakrifisë më dhe kishin talent vogël, domethënë shkonte kështu. Sasuke ka qenë talentum jo Lale. Ekstremisht. Çfarë thonë ai Ekstremisht. ka qenë i pari Sasuke, akademisë. o, vlla. Po Po lema vlla, po flasim kalamo vlla, po flisim për pra ekstremisht ka qenë. Është me shkallë. Itachi Itachi ishte ka më qenë. shumë se Sasuke Po, se pra- pati pa më shumë trauma familjare. Po Itachi ka qenë pjesë përveç traumës, ka Po. qenë pjesë e luftës më Po. burr. Po, Itachi e Itachi ka është Shizu i është po në ashtu, periudhë Sasuke tjetër, ishte më burr. pak. Sasuke pastaj u detyruesi i vrau gjithë fisin që u bë talentum, se për ndryshe mos i kishte Jo, fare ajo gjithë. është i gjat ligu më i madh se Sasuke. Pa aty që ja kishin vra, none Po. ba para syve nuk ju
zgju Sharingani dhe shkoi i doli me hakun aty nga nervi. Po ashtu supozot. Nga dashuria për Naruto. Se mërvesh si doli Sara dhe Sharingani, çka ka bë? Si ka bën fare sakrificë. Po nëse. Mos na fut te Ajo Boruto. zgjon edhe Mangekyou zgjon pak kështu thot manga për nesër. E pak rëndësi ka. Tani ideja e gjithë kësaj është që po thoni jo hard worku, jo gjitha këto talente. Hyugat kanë pas talent, s'kan pas nevojë për asnjë. Po, kanë qenë pure. Pas super talent. Domethënë pa të rrah fare, veç prekshin ato punë të dobta në shnet, lale rria ty garrot. Edhe Neji ka pas talent. Ja ka qenë gjeni. Shiko, talenti është crafted, varet Ja se ku sa e ke ti punon diskutimin talentin. e talentit me atë të punës. jam shumë Pra, dakord me ty. gjithë ndeshja e Nejit me Narutos, ky ka qenë debati talenti kundër një Po, Neji hongri presionin që humja ma. Se nuk e priste që një budallat. Jo presion. Uli vigjilencën vllai. Në vlerësoj pra këtë tregon filmi ai vrapoi gjysmore aty në për arenë me fuqinë e Shiko, deri kur kalojmë ke Shippudeni ishte si pralla me breshkën dhe lepurin. Lepurin e vlerësoj, breshka ishte konsistent. Naruto, kështu që ai Po unë jam shumë dakord me ty. Talenti është shumë i zdrukthushëm, i punueshëm. Edhe shiko, unë mendoj që kanë qenë shumë personazhe për t'u zhvilluar të gjithë në potencialin e tyre maksimal. Po, saktë. Pra Neji ka pas ekstremisht shumë potencial, po edhe na bëj edhe Neji, dhe Sasuke, dhe Naruto. Fusin destinin atje. Po, pra, Se Arlinis Ti po thuaj që Rock Lee nuk kishte talent, por punoi fort tek tani. Çfarë talenti kishte Sakura? Vjen nga ai fis që gazeta shkruajnë maksimumi, s'kishte asnjë të famshëm aty te shtëpia vet, e kupton? Kjo e ndau menin një ditë u gdhiu ndëbohem si kjo e ne vetëm. Sakura si ra Fatima e mori Tsunade, e pa Tsunade, pa diçka Tsunade kjo. Kishte marrë edhe Rock Lee. Sakura ishte mirë në healing. Po pse Rock Lee kush e mori? Jo, ishte më vonë Po pra ju përshtat karakteri dhe Tsunade mori kjo që i përshtat karakterit e saj, nuk ka pikëlidhje karakteri Tsunades me Sakurën valla. Po ajo healing ishte më support. Ja, kanë se të dyja përveç Bijozit, edhe që ka bëu Sakura. Ajo është. Po përveç cicave, çdo gjë tjetër është pak a shumë dhe Bijozit është pak a shumë një histori. Cicat janë si ato drezat e Kith, ta sputhen as me i dhem. Nëse pak rëndësishme kjo është skena ikonike. Gjëja më e mirë që ka bëu Sakura gjatë gjitha animet. Jo, gjëja më e mirë është kur i bëni healing aty në fund fare, që i tha po japi kështu. Të lufta më në fund. Po japi kështu. Më duket se keni harruar foton më të bukur, pra Sakura. Nuk është aq inekzistente, se ishte patjetër një nga ndihmesat më të mëdha që bën që vulosën Kaguya. Patjetër. Pra, e di pse thash që nuk e kuptoj gjithë hejtin, pra, okay, ma e marr vesh është e paaft fare, më për vetëm çan gjithë ditë. Jo më roli Sakurës është si puna të Tellallit di herë ikon në kohët zogut që bërtiste, "Oh, Milet, hajde se u vram." A kupton kaq bondën e notën e mirë. Po shqisoj si Rock Lee amër, por nuk ka si. Jo, çik më lart. Që ka pas më shumë rëndësi, dakord, ka pas më shumë rëndësi, është thjesht kjo debati nga që ka qenë në. Jo, pra nuk kuptoj. Nga që ka qenë në Team 7, thjesht ta dy janë dy. Ore, nuk kuptoj hejtin, më burr prap se nuk urren, pse nuk. Po jo, më jo pse nuk urren, se nuk urren Rock Lee në burr, Rock Lee është. Është për të urryer. Po pra, po Sakura, po jo më Sakura. Sakura që rri kotë vlla. Po pse ky që çan gjithë ditën? Është skena që e ka kap prej flokësh ai tipi, edhe kjo që ka thikën në dorë thotë, "Çfarë të bëj? Është duke qarë." Dhe thjesht e kupton ti çfarë zgjidhje? O vllai, e kupton çfarë zgjidhje? Thjesht grisa flokët, u liruam. Edhe ka atë monologun e brendshëm. Tani un jam më e fortë se preu flokët, a kupton? O vlla, ky to mbrapa. Se dreqit. Tregojmë pak në beshtësinë e femrës, ka nevojë për ndryshim. Ne shkojmë duke, po nuk vrasim. Presi flokët femra, shku ta diun se ta presi mash. Sorry. Simbolikën. Ose duhet 6 muaj me rrit, pastaj me rregull. Jo, po neve tregon nevojën për ndryshim. Eksakt. Për blooming, për atë metamorfozën komplet. Po. Lale, për mu, më i urrymin gjithë Naruton, dhe kam për ta urry sa të kem frym gjallë, është vetëm Danzo. Pse? Si pse? Argumente vëlla, do po vëlla, prej ati ka not gjithë gjona. Gjithë më të këqijat, që në momentin kur filloi u bë rival idiot, i kujt? Se ishte një rivalitet idiot me Hiruzenin. Po pse u bë rival? Idiot, po si ishte idiot? Se ata kanë qenë në një ekip
Po, dhe ty mjeshtri jo thot, vllai që të ka marrë nga diplomë, të ka bë kaq se ka marrë tash. Thot o vllai, sa rutobi ti do ta morësh drejtimin, ale kaq. Që ai tipi ka i gjo, ky rivaliteti ka ekzistuar gjithkohë. Për herë ke pas dy. Është le të themi një Madara i dytë. Jo, nuk ka lidhje me Madara. Ja për një sekondë burr. Qëllimi i Danzos ka qenë gjithmonë mbrojtja e fshatit të tij. Kur, asnjëherë. Kështu e predikonte. Kështu e predikonte. Më fal. Gjithmonë mbrojtja e fshatit të tij. Por që gjithë pushtetin ta kishte ai në dorë. Eksakt. Këti nuk i duke i fare, pra politikat e tij, pra idetë e tij nuk përputeshin fare me Hiruzenin. Kështu që për atë Hiruzeni ja fuste kot. Ishte ky ai që kishte Po unë se kushoj se do t'ja fuste kot kur Hiruzeni kishte firmën me volos çfarë do lloj lëvizje dhe po dhe këti vite i datë koshte pse më ndon kështu. Ata kishin feudal të fshatit, jo. Është ai debili që është vetëm atë rashkën këtu që si Froço. Pa rëndësi ka, po mundi ndryshonte ai atë. Ore Danzo patjetër më është personazh. Lele Danzo krijoi rrënjë. Ore kam një pyetje, si e keni gjuhën e podcastit ju? Jepi vëlla. Është një personazh kurv. Eksakt. Është një personazh mega kurv. Eksakt. Por, është i keq i domosdoshëm, më duhet ai patjetër o vlla. Protagonist dhe ka një antagonist, jo, po ai në është atë stad ku ishte Naruto, protagonisti ishte i vdek praktikisht, ishte kot figurant. Më fal, vetëm një sekondë Roli i protagonistit ishte të rriste Naruton. Pra, okay, patjetër. Ai as nuk e rriti por e pompa. Doli shtërp aty edhe as durrë me zëra. Më fal, ti që thua okay, do ta mbronte fshatin, pra të shkonte paqe gjithë me radhë. Shumë bukur. Ty, gjatë kohës që ishte Hiruzeni akoma Hokage, të erdhi një super ofertë vllai, $1 million ofertë nga vetë Shisui që tha, okay, unë do përdor genjutsu më të fortë që ekziston në klanin e Uchijave dhe në botë, Kota Matsukamin, mbi klanin tim. Dakor? Dhe çdo gjë sherr që është midis Uchijave dhe ka bo Danzo po thotë. Fshatit gjethes, kupton do shuaj. Dhe këti si duke e saktë kjo gjë sepse mendonte që nuk mund të funksiononte. Po sepse një nga Uchija do ta thotë. Atëherë pse era dakord, një sekond. Ai e ka ndamë. Një sekond, pse era dakord që i taçi shfarroste të gjithë. Ai e ka ndamë. Ai e ka marrë nga urrëtin e ka marrë nga Sarutobi. Nga Andresh nga Tobirama. Një sekond, Itachi kur shfarrosi gjithë fisin e vet, pjesë e kujt ishte? Ishte pjesë e Konohas, pa ishte agjent i fisë. Ishte te Anbu. Jo, s'ka qenë te Anbu. Si më jo? Ka qenë Black Ops Anbu, do në forca elitare. Ka marrë urdhrin nga Danzo. Po ishte që ka marrë urdhrin nga Danzo për ta vrarë. Je shumë i Jo, nuk e ka marrë urdhrin nga Danzo, ka qenë nga Hiruzeni ja lan dorë komplet. Duhet kuptosh diçka. Danzo si karakter vdiste të kishte pushtet. Shisui si ishte as me vend, ishte thjesht e fisi vet, dikush që ofroi diçka që unë si miri nonës, apo i vras këta t'ju zgjidh hallë. Është ata që ke Dante, ke komedia hynore do vraponte me ato të bardhë me flamurin e bardhë se s'ka majt kurrane, kupton është ky tipi. Këta të faqtit e kupton. Çfarë kuptimi ka që të shpikësh një personazh me këtë genjutsu kaq të fortë sa Shisui, të mos japës, pse nuk mundej ky të binte Danzon, t'i bënte genjutsu Danzos, që Danzo të bëj i mirë, ose ku dion. Deri në atë moment, lëvizjet e Danzos ishin akoma të dyshimta. Jo. E vetë nga gjë harron një detaj të vogël që sepse Hiruzeni nuk donte. Mua më morën një sy, Itachi merret ti syrin tjetër dhe unë po hidhem. Ti o vlla, po thush Shisui kundrejt Danzos apo vetë Hiruzeni kundrejt Danzos? O vlla. Se s'po sqarohemi. Unë po të them, çfarë kuptimi ka të shpikësh një personazh kaq të fortë sa Shisui, që ti më thua Shisui mund t'i bënte një genjutsu gjithë Uchijave, plago. Ti bosh genjutsu Uchijave, pra atyre që janë mjeshtra për genjutsu, ky ishte më talentuar. A nuk mundesh ti të bësh një genjutsu për Danzon? Po nuk ishte Danzo qëllimi më vlla. Ishte Danzo qëllimi. Stini po thot, çfarë po thot Stini është? Pse vrau vetëm më vlla? Pse iku, pse vdiq vlla?
Se vrau vetë. Se u prek mëseder ai, po. Ka qenë se do lit mall. Janë se do lit mall. Unë thjesht mendoj, ai që e ka shkruajt ka thonë, vlla do bëhet kështu dhe. Ore, tjetër gjë se po ta marrim. Na mbyll më e mbyllim se çka ka dash ai që ka shkruajt ka shkruajt edhe do të pushtet edhe Danzo çdo javë shifte i syt mirë te këto uçiet, ta donte në operacion plastik. Ideja ishte kas me amor synin. Hiruzeni ishte idiot vlla. Domethënë nëse do marrim Danzo ishte vërtet i keq. Hiruzeni, se qenë idiot. Jo, që është idiot është me vulaj. Po edhe Danzo është idiot ai s'mër vesh. Jo, Danzo është i kokra. O vlla, Danzo thoshte, Hiruzeni është idiot, nuk merr vesh. Hiruzeni thoshte du paqe, nuk do i vrasim uçiat. Danzo tha, ora është idiot ai vriti uçiat, ai është idiot. Hiruzeni ishte idiot që nuk i ra Danzos. Prandaj dalim te pika ime. Që Danzo nuk e ka pasur kurrë për keq për fshat dhe këtë thotë ata tjetër. Danzo ka qenë shumë intelektual dhe zgjodhi. Ai ka dashur të mbrojë dhe fshatin, po të fusi edhe te. Po pra, R&D të krau. Atë është rastisën ke krau. Robin që ishte ushqyer me urrëtie për fisin e vet, sepse po ta shikoni qëllimi nuk ishte për të vendosur syt e uçive. I dilte kundra tjatit vet gjatë gjithë kohës edhe para se të vritet shisuj, e tregon që ky edhe filloni ballafaqon para se Danzo ta influenconte që ti thoshte olla, merre këtë shpatën ti, e në shko prej koka të gjithëve. Po. E kupton? Ky nuk mori shisuin që ishte si elektroni lir atje, sepse donte me I marr syun në jetën, po shisuja kurse u kohën. Fal, se donte t'ja merrte syrin sepse ishte një ndër më të fortë. Edhe nuk interesonte ta kishte si kavje, sepse tha po më doli kundra ky më Faleminderit. Se Itaçin e di që ka këtë urrëtitje për fisin, po në jetën kohë ka edhe dashurinë për kush ishte qëllimi I vrasjes së uçijave? Për t'i marrë syt ishte? Jo, sepse kishte frikë nga ata. Kishte frikë pra se do bënin luftë, ata po bënin grushteti, ata do bëjnë luftë. Domethënë gjithë problematikët kishin ardhur nga këta. Gjithë problematikat kanë ardhur. Mos themi pa leje që Danzo e ka shpëtu. Jo. Se do kishin bë grushtin e shtetit. A mendoj që do kishin bë grushtin e shtetit? Po, ishte planifikuar. Pun pra hyri shisuj me sa duket, Danzo e pas ka shpëtu fshatin nga lufta. Me sa duket gjyshi fshi bythë me gazetat. Po që tu thonë burse na fiksova, unë po ta shpjegoj. Pra ne hyni shisuj lojë vlla. Që Danzo të mos merr. Jemi akoma te episodi 350. Një sekond se ta sqarojmë këtë, mos të bëjmë shumë me të kalume. Hajde guzuar. Nxem vlla se ti je shpirti kundërshtimit vllai. Every fucking 20 years të njoh, kupto? Garfield, si do ti? Joja. Lale shumë e thjeshtë. Prandaj hyri shisuj loj. Për të shmang këtë grushtin e shtetit dhe shisuju vetë ofru. Shisuj kishte sensin e logjikës, nuk kishte as urrëtitjen as dashurinë. Ta hak të shkretës se ishte kokra idiotit që s'diti me përdor fuqitë e veta. Ore tjetër mohabet ky sa trap ishte apo sa i mend. Sa I te po kërkon të formonte dikë me qëllim të keq apo jo? Po, me qëllim të keq për mua. Dhe nuk më ndrodh as ti as vet Kishimoto të vi këtu. Po këtu je edhe jam unë shpirti kundërshtimit, do të zvija I që e ka shpirt. Kthej sekond tu. Faleminderit. Ta bëjmë pushim sa të qetësohen gjakrat tu I sekond. Ne të ecim me 200 episode më parë, si mendon ti? Numri 3 Lordi, numri 3. Erdhëm prapë qetësuam gjakrat, kena ra qetësi, si ishte dëgjoni as lloj zhurmë në background, përveç kondicionerit. Jemi me çunat prapë tu. Mirë. Mirë. Përshëndetje. Dalim prapë te lufta e? Dalim te lufta se. Rodhi shumë më. Nga do ta kapim luftën. Po pse kaq poshtë valla, duket sikur bobi I sherr shumë mas sikur. Ongëm nga suflazhe për momentin edhe si jena lale. Jam direkt për gjuhë. Fale zot. Se ti thu pse nisi lufta. Pra suflaqe nuk ka nisi. Jo, për pak po e sigurt. Lufta nisi që te Akatsuki, sa mlodhët si organizat, që aty filloi avash, vrit. Luftën e nisi vlla Hanzo, për mendimin tim. Unë mendoj që lufta detyroi Ahiko. Më fal se prap dalte Danzo, më fal. Më fal, jo do ta them edhe këtë dhe nuk e fus më Danzo në lojë. Po mbille. Kush e nxiti Hanzon e Salamandrave që të shpallte lufti Ahikos, domethënë Akatskit. Danzo. Eksakt. Unë se di, ja. So,
Danzo ka qenë negativ gjatë kësaj kohe. Po pra, ore. Tani pyetja ime është që ta thjeshtësoj. Të ka qenë gjithë edhe Madara ishte i keq. Edhe përveç mënyra pra edhe Danzo, mënyra. Danzo është i keq, por që s'ka dalë asnjëherë vetën, s'ka se herë që doli e vrau Sasuke vdiq. Okej? Mund maronte lufta këtu, po vazhdoi. Pëlqen se si mbyll Gjona, doli e vrau. Aq pra ishte. Tek aq ishte një episod. Njëri thjesht ai, është njëri popullor. Tani, vdiq Danzo pse vazhdoi lufta? Ore unë mendoj që lufta ka qenë gjatë gjithë kohës ongoing. E di si është ky Naruto si ai princ Davidi, çka kishte emrin, që vdiqi ai austriaku dhe filloi lufta dytë botërore. Ja ta thot vllai. Ferdinandi, faleminderit. Franz Ferdinandi. Lufta nisi vllai që momentin kur zbriti Kaguya në tokë dhe u vra ky tipi që planoi Kaguyen dhe lindi Haguruma dhe Hamura. Ka pas gjaj luftë më përpara. Po pra, lufta ka qenë me njeriu në burr. Ekzistuar gjithmonë dhe ka për të ekzistuar gjithmonë plagu. Për sa kohë do ekzistojë njerëzit, lufta ka për të ekzistuar. Praktikisht dalim përfundimin që në momentin që lindin dy individ siç nxjerrën ato hëna në dielli, Naruto Sasuke, e më the tash për herë di që do fillonte lufta. Do kishte një shkallë. Lufta teknikisht ka pushuar si sekond. Po pra, luftan, shiko, unë mendoj që lufta nuk ka pushuar si sekond realisht dhe të gjithë pra vazhdimësia e rimishërimit të dy individëve, pra Indra dhe Ashura, Madara dhe Hashirama, Naruto dhe Sasuke, dhe në vazhdimësi tani. Pak rëndësi ka? Po, mendoj që kanë qenë pra mënyra për ose instrument shpresdhënës për të mbyllur luftën për të arritur paqe, por kjo gjëja nuk u arrit kurrë deri në pikën ku jemi sot, po dhe sot kemi kuptuar që kjo paqe është thjesht një paqe leshi, e kupton, është një paqe fiktive, super sipërfaqësore dhe totalisht fasad. Po më është thjesht për të duk. Sepse realisht të gjithë sepse kërkimi për pushtet do të vazhdojë për sa kohë ekziston njerëzimi. A doli paqe bot. Paqja ishte zgjidhja e Madarës. Bojkota Matsukami. Po, jo, Tsukuyomi. No, ndër gjithë, vetëm ajo është paqja. Se secili ka botën e vet. Zgjohu me realitetin. Wake up to reality. As long as there will be nothing goes as planned. Për ai shkosa do ketë fitimtar, do ketë gjithashtu edhe të mundur. Për sa kohë ekzistoi koncepti dikujt. Tani duhet ta shikojmë pak në këtë lloj prizmi që nga të dy krahët kishin të dy perspektiva ndryshme për paqen. I'm sorry, as long as there will be light, there will always be dark. Tjetër se kjo është yingu dhe yangu, e mira dhe e keqja çdo gjë. Kjo është e gjitha, domethënë të dyja palët kishin perspektiva të ndryshme për paqen. Lufta është ka ekzistuar edhe për herë opinioni im te paqja që ka fituar te Naruto ka qenë gjithmonë ajo që donte populli. Populli donte të ishte lisho, të brithte, të hynte, dilte, nuk donte rregulla gjona që të ishte. Shiko, dhe në jetën reale kjo gjë ndodh. Kjo ndodh në përditshmëri, para këto janë këto. O vlla, cili është koncepti i lirisë? Kupton? Se po ta marrim domethënë demokracia është kufizim vlla. Po demokracia është kufizim. Jo, demokracia nuk kufizim, po. Jo, po të mos jetë demokracia pra si kufizim. Ku çfarë është koncepti i demokracisë? Liria ime mbaron aty ku fillon cënohet e drejta jote, liria jote. Që kjo lloj demokracie. Ndërsa po të mos jenë këto, vllai, gjithsecili është i lirë të bëj atë çfarë doj, unë të bi ty më qaf, ti s'm kthehesh kurrë dhe unë jam prap vllai shkojmë para, që të ishim mret. Ajo quhet anarki, pastaj bëj çfarë do kokraqesit. Po pikërisht pak, kjo është ajo çdo populli. Po flasim çdo populli. Po ne po flasim që populli zgjedh një të parë që i jep atë lirinë që këta mendojnë se e kanë. Demokracinë në ditët e sotme. Po nga ana tjetër duhet llogarisim që ti bëjmë paralelizim komunizmi, do të thënë vendet që kanë qenë në komunizëm, edhe vendet që janë demokraci sot. Demokracia ka si synim të gënjej njerëzit që orë ti i lumtur, punon, qofse ti punon shumë kapitalizmi, shpërblesh shumë me këtë ani, pastaj vin këto, jo po un kam mik e ti ke mik që funksionojnë gjithmonë, që është drejtë Naruto për shembull, ti ke Team 7, hyni Sakura ka marrë më shumë famë se ç'mund të ketë marrë për shembull Ino. Çfarë kishte Sakura më shumë se Ina, asnjë lloj gjëje. Ino kishte edhe një gjë më tepër se kishte atë teknikën që Ino mund të kapte edhe Madarën nëse do stërvinte ai shumë dhe e kontrollonte dhe i thoshte Madarës ngule pak thikën te fyti, e ngulte, mbaronte çeta episodi 600, shkonte sa. Nëse do kishte gatsa Shirama, nëse do bëja një paralelizëm midis Tsuguyomit Madarës, pra Tsuguyomi Madarës thoshte që secili njeri ka ëndrrën e vet dhe do jetojë në ëndrrën e vet. Shumë saktë. Po. Pra dhe liria sot, për mendimin tim, çfarë quaj unë liri, është që çdo njeri të jetë i aftë dhe të ketë mundësinë të jetojë në budallikun e vet. Por fatkeqësisht nuk ekziston si gjë.
Që do të thotë, ne zgjedhim gjithmonë anën që ne mendojmë që është pak më e bukur, por më e vështirë për ata që fillojnë dhe mendojnë se si funksionon. Se nis funksionon. monologu Madara, wake up to reality. Edhe pastaj sleep on your dreams. Ktheu në realitet vlla, se je të fluturuar. Po Madara në fund fare fillon edhe bën atë pyetjen klasike që ç'a bona un gabim që kjo gjë e subo që njerëzit se donin. Po, që pyeta Shiramën. Po, i thotë ç'a bën ti sakt që ju dhe njerëzve këtë që këta donin dhe ti ishe. Ju dhe njerëzve shpret. Një ndër më të, ose i vetmi që mbahet mend për këtë lëvizje që ka bë, që unë isha krah për krah me ty, kishim ide të kundërta, por qëllim të njëjtë, e jo t'ja funksionoi dhe i ishte propaganda, mos e ngatroj, një sekond, ishte propaganda për uçijat. Sepse uçijat lindën nga Indra vlla. Uçijat ishin rimishërimi pra klanin që krijoi Indra. Që nga fillimi deri në ditët e sotme është pjesa që ose këtej. Eksakt, pra, po ç'a bëri Aguruma vlla, që pastaj u fut në lojë dhe Black Zetsu që i helmoi mendjen se Indra ishte thjesht shumë i talentuar. Dakor, ishte super i talentuar. Ndryshe nga Ashura që ishte gdhë vlla, dhe u desh shkote në Katun me punu tokën që të mësote me bojxutsu. Po, edhe dinte të fliste në krahasim me këtë. Ky ishte shumë i drejtë për drejtë, prandaj njerëzit nuk e pëlqenin, kur i thut vërtetën, njerëzit se pranojnë. Jo. Unë mendoj që fakti, shiko, unë jam tim Indra, mund të më qush arrogant, mund të më qush çfarë dush, e kupton? Po nga krau tjetër, shiko, njerëzit janë të prirur të pëlqejnë njerëzit popullor, dhe njerëzit popullor kanë një aftësi. Pra që i bën popullor, bëhen pal me dhimbjen, bëhen pal me vuajtjen. Po ta marrim në shumë spektra në jetë, po ta marrësh dhe Big Brother i famshëm i Louis Zeylit, njerëzit filluan të dashuroheshin përtej batutave, filluan të dashuroheshin në momentin që ai ishte u bëi sëmur, u tregua, u shfaq si. Pra njerëzit në vetvete e kanë shumë më kollaj, për fat keq, se shumë njerëz jetojnë vuajtje, jetojnë skamje, kanë secili njeri ka hallet e veta. E ka shumë më të thjeshtë të bëhet pal me hallin se sa me suksesin e tjetrit. Dhe një njeri si Indra është një njeri goxha i suksesshëm në arrogancën e vet. Të ta rrëzoj poshtë direkt si argument. Po flasim që njerëzit zgjedhin nivelin e njëjtë, pa ofenduar asnjërin, nivelin e njëjtë të intelektualitetit. Kapen fund fare, Sasuke super intelektual, edhe Naruto dam deri diku. Ishte i zgjut, po aq. Po është popullor, është popullor. Popullor, që mos ta qymë një. Po pra, është popullor. Jo, nuk ka, jo detyrimisht është popullor të bëni ignorant. Naruto dhe shkollën e mori shkollën nato, në fund fare që u bë Hokage, i thanë hajde vëlla lexo këto librat me Demeke dhe opa, bo umre. Po Shupra, themi të imagjinoj, dhanë gjithë të libra ty, bo me dhimje kokë, piu 7 oke, burri huj me i drejtu ato, le më fillu me... Një më jo dakord, e kuptoj, po... Ate zgjodhi populli, zgjodhi budalla, jo budalla kështu, po zgjodhi atë që ishte më pak i zgjuar, e kupton? Sepse Sasuke vëlla vinte dhe ja përplaset vërtetën fytyrë, është kështu, s'pëlqen sepse ti se ke nivelin e intelektualitetit ta kuptosh. Mirë, s'ka lidhje, shiko, se ke Naruto ndodhi, kjo e zgjedhës popullit ndodhi vetëm ke Naruto, se ke Kakashi, ai ishte Kakashi inteligjent. Ishte po Kakashi ishte humbur të dyja krahat. Ai ishte ky Tobirama inteligjent. Ai ishte, pra të gjithë kanë qenë shumë. Po, dhe kush e di Tobiramën, sa jetoi Tobirama? Gjithë donin, gjithë. Më shumë nga gjithë Hokagët. Fshati vet, ai boni gjithë jutsu, po jutsu ai ka bë. Po kush mahet më shumë pra? Gjithë Hokage. Shumë inteligjent, por shumë arrogant. Naruto nuk u zgjodh për zgjuarsinë. Naruto u zgjodh për shpirtin që kishte. Dakor, kur i bën reincarnate. Po pra ti është popullor, është ai. Pra jo i poshtë, është vetëm, po pra po është vetëm ky rast. E di si është kjo për me 90% popullsisë, është kjo. You laugh, you lose. Kur u bën reincarnate 5 Hokaget. Me cilin qeshe për aty, me të parën e me dytin e Hokage? Me Hashirama, patjetër. Edhe ti u bën e fansi aty direkt vetëm se të boni me qesh. Kështu funksionon lele. Me gjithë njerëzit, se nuk po flasim për 20 intelektual që dalin kundra teje meje gjithë tyne, sepse ti plas një argument sakt, po flasim për 90% njerëzve që sa kanë idenë çfarë është argumenti, edhe thon, se që nga dora neve. Kështu ishte edhe me Naruton. Sasuke erdhi dhe i tha, unë mendoj që kjo e drejta. Nuk jam fare dakord. Sasuke erdhi dhe i tha, unë e kuptoj logjikën. Këto tell bisat duhet zhduken gjithë, që të mos ketë asnjëri superpower, që të jenë gjithë i soj, kush është i fortë stërvitet, hajde t'ju drejtoj Lali tash t'ju bëj hierarki pune, edhe këto i thanë, e di ç'ke ti tha ai modhi venit, t'ju jap fuqitë tuaja që meriton ti, t'jap edhe ty fuqitë tuaja, rrifuni herë të dy këtu, kush fiton?
bëhet mret. Kështu funksionoi, u bë Hokage Naruto, pastaj fund fare, vetëm si Irak kështu pap edhe Sasuke ta disi puna s'po lodhen fare me këtë. O pra aty kaput, ta gëzosh thosë që nga për mua kjo punë. Kur ra kaput më dha si vet. Jo, ram barazim la. Të dy pa krah. Pa i dorë. Jo. Dy pa i dorë. Un shiko, tash për te faktit. Ti i dha dorën, i dha Qilizat e Asheramës. Ky se pranoi, thjesht nuk e pranoi. Sederliu tha un rrim i dorë. Edhe prap jam Po pra që tregon prap nivelin e arrogancës dhe tregon prap se sa sepse të gjithë superior. Related shumë i pëlqyeshëm. Sasuke timi real. Kush ka qenë i qut, ka qenë me Sasuken për shkak. Po pra, po jo më se të gjithë fillim bën me personazhet më të forta, kupton? Si i qut për nesër. Kështu që është shumë moralist Naruto. Nuk jam me këtë që thu ti. Varet si e koncepton, është po pra, është punë egoje, do të vinte pika që është punë egoje këtu kush nuk do. Ti je rimishërimi aty më. Po pra, çfarë bëj që të bëj botë që s'bën ato. Tani ty bëj pyetje super thjeshtë, ta thjeshtësojmë si gjë. Naruto apo Sasuke? Naruto Sasuke. Sasuke dhe. Ai po bëjmë dhe Naruto që ta kemi luftën hap. Një gjë, shkurta, ti japim zgjidhje kësaj drejtim kësaj pjesë pse nisi lufta. Sasuke thotë se ka kapele me Naruto. Po jam thjesht Ja, se ndriçimin se opa, dalim krulin pastaj ashtu. Vetëm reflekton drita këtu na vërtet. Po. Ja, e ke nga Aila le. Zonë ka mulo. Ti je si ata të fshehtit. Na, keq. Ti tha Kikeriku, tik më Kikeriku. Lufta lale nisi thjesht me pretekstin e dashurisë. Po pra, po lufta nuk nisi me Naruto, lufta kishte nisur që në fillim dhe thjesht vazhdoi. Thjesht kishte një publicitet si bëm në çfarë për të zbut gjakrat, a kupton? Opa, prap. Edhe në çdo vepër, po flasim romane, teatro, filma, ndodh për dashurinë. Po Hashirama Madara dashurinë ndaj kujt ose se kuptoj, se un jam Madara shkoi pa atë gurin, tha që ju jeni të parat e vendit dhe Madara dashurinë për vllajën. Po për Izunën. Po të njëjtën gjë pati dhe Hashirama, ai vran vlladhe atij burr. Po pse se boni njëjtën gjë? Se ishte pallosh. Po si ishte pallosh? Erdhën ajo që thashun çfarë? E boni Tobirama atë lejgjohet. Po Tobirama ishte 100 Madara, edhe mprerë kështu si kallu. Luftrat, të gjitha luftrat, se kishte lufta e tretë ishte po e katërt. Kjo e fundit është e katërt. E treta ka qenë Itachi Rogue. Nuk ka nis për dashurinë, zemra. Lufta e katërt ninja? Lufta e para. Ore luftrat nisin gjithmonë për fuqi. Ka nis për fuqi. Ka që patjetër për territor, për lek, për për fuqi, për mbledhjem në fuqi. Gjitha. Ato janë luftra patjetër element, por po ta them, po flas në Naruto konkretisht. Çfarë bëri Kaguya e nisi luftën hele? Kaguya s'boni as i gjë vëlla thjesht. Bëri as i gjë. Kaguya ishte në atë fazë Zetsu për çfarë manipuloi gjithë to. E di çfarë do me Kaguya Zetsu u kriju që të rikthehej prap Kaguya. Që ishte mamaja e tij. Po Kaguya nuk donte luftë në botë vëlla. Kaguya thjesht donte të fshihej nga ata të ore, shikoj si është problematika se s'po kuptoni. Kaguya si mbaroi nafta, në që lloj toka më afër se të gjitha. Kupton zbriti aty. Sa zbriti ditë e para që lloj fazë vulimi, bam dolën ta dy. Dolën. A kupton? E ne urdhë. Shikoj, lufta ishte gjatë kohës që patjetër, lufta vetë si koncept lind thjesht për ambicie. Ambicie edhe lakmi. Se lisi lufta e katërt. Po pra, o vëlla, po flas Naruto, si nisi Naruto, thjesht Naruto që nga koha që e njohim ne, luftrat e Narutos. Po ne njohim lufta si koncept. Se kemi njoh luftën e tretë. Po kemi pa. Po pra. Luftën e tretë. Po a nuk është qoftë edhe nëse nis për dashuria, nuk është shumë egoiste prapë në vetvete? Shumë egoiste. Po këta e kanë bërë pra në thelb. Po vetë lufta egoiste është. Edhe nëse nis për dashuri, gjithsesi unë mendoj që në emër të dashurisë, ti nuk mund të vrasësh dhe të presësh. Në emër të dashurisë, ti duhet mësosh të let go, edhe duhet mësosh që të përballesh me të gjithë humbjet e tua. Dhe përkundrazi, të vrasësh apo të presësh apo të imponosh njerëz të tjerë që po përjetojnë dashuri. Pra një nga ata njerëzit atje në luftë, qoftë edhe një nga ata 25.000 veta që kanë qenë atje, ka pas një familje shumë të shëndetshme, ka pas një burr ose një grua, një djalë ose një vajzë, kanë qenë një familje ekstremisht të shëndetshme etj dhe kanë qenë duke përjetuar dashurinë dhe momentet e tyre shumë të lumtura. Unë gjë s'kuptoj. Vetëm te Konoha janë rraf për dashurinë. Këto fiset e tjera sa kanë qanë herë kokën kanë pas vetëm luftë. S'kan pas bukë me hëngër. Se s'kan pas bukë me hëngër. Te fshati Nagatos bite vetëm shije burr. Është si me jetu në Gjermani. Edhe këta po ta morësh nga emri te fshati Naruto s'ka pas vetëm pemë.
Më varet si e shef fatkeqësinë. Kopshtar më lele. Po, Po ka pas diell, që është burimi i jetës. po, ane nga ai tjetri që Nga fshati i re se kishin. Po, ore nga ai tjetri Nga i rërës, nga i rërës, ishte vetëm diell pa fund, po s'ka lulani, s'ka pas lulani. I çalonte gjithë nga i gjotë. Çalonte këta i kishin gjitha. Pastaj lufta plas edhe nga Këta ishin si Shqipëria vllai, kena gjitha. A kupto? Po. Po i kena vetë shumë danzo lele, nuk prodhojmë vetë danzo, nuk prodhojmë kështu. Se ky që e ka bë këtë e ka menuar, po si nuk e futi për shembull në aktor tjetër, në karakter tjetër si Sasuke, ta fusë me në fshat tjetër, po vetëm këtu. Strumbullar vetëm të fshat. Pas telefona, që pra ka filluar egoizmi, që të krijimi këtij që ka po vetëm këtu këta. Po Orochimaru. Orochimaru, çka ka qenë Orochimaru? Aty më rrë Orochimaru ishte jetim o vllai, se si këto ja bën gjithë që vinë në Tiranë. Është histori konspirative. Që thonë Orochimaru është pushtu nga shpirti i gjarë për të bardhë. Pra është një krijesë mitologjike japoneze që quhet shpirti i gjarë për të bardhë. Gjitha edhe Jiraiya po ti hysh ashtu. Dhe çuni të Biramës. Shiko, në fakt treshja saninëve, pra Tsunade, Jiraiya dhe Orochimaru janë bazuar në personazhe real. Janë vërtet tre, po, se di jam, ja tash këtu po janë tre sanin, domethënë tre luftëtarë legjendar në Japoni. Edhe ekziston në Japoni sanin. Po pra. Po termat aty. Ti pyes kujt personazhe apo keni lexuar vetëm këtë pjesë ose më thon për këtë? Se ka pa, fal. Do të pyes të bazuar në cilët karaktere apo jam me po të njëjtat emra. Jam me po të njëjtat emra. Është mitologji japoneze. Ata të tre kanë qenë shok dhe Orochimaru është pushtuar nga shpirti i gjarë për të bardhë. Prandaj u kthye kundër komplet dy të tjerëve. Jo, ai s'ka qenë asnjëherë kundër, ai ka qenë gjithmonë kurioz o vlla. Po pra, o vlla po. Ai ishte kurioz, shikonte se si do reagonte ky nëse do e urrente, si do reagonte nëse do ishte. Vlla, Orochimaru është shpirti i rebelimit. Është personifikimi. Ai është tamam anarkist, bonte çfarë donte që vazhdon të bëjë çfarë do të bëjë. Por mos personifikimi të qenurit gjeni. Eksakt. I lirë. Është gjeni dhe është gjeni dhe nuk, pra ti je një gjeni, ta kesh IQ-n 180, e kupton? Nuk mund të rish Marlinin që e ka -42. Se nuk ka 1.7, po evolon të dy. Ka nuk bëj lehtë, e kupton? Lumenç, ai është nga dalë. Ja si filloi lufta tash. Kaq, i ofendon egon tjetrit edhe rrithen me sende të ftohta në studio. Kapen prej veshësh. Kape lajm. Se për lesh kokë skena, ç'a thot llaj. Po gjithsesi unë mendoj që arsyeja e luftës për mua është gjithmonë shumë egoiste, qoftë për dashurinë, qoftë për familjen, qoftë për pushtet, qoftë për fuqi. Unë mendoj që lufta ka nisë vetëm nga arsyeja e ofendimit të inteligjencës së dikujt tjetër. Domethënë ti thuk ti je budalla ai s'ka me pas bripje, kupton të bi, edhe ky thjesht ka marrë gurin i kara, filloi lufta. Pse të bish ti mua, bëhen të budallë. Ky është thelbi i gjithë gjës shpjeguar në një fjali. Edhe pastaj lufta nisi sepse do bëj ky super serial që na ka rrit, kena pa, vazhdojmë të shohim dhe ka super mesazhe të forta. Patjetër. Kjo mendoj që është arsyeja e luftës. Po. Edhe unë jam super dakord me ty Lale. Se s'do bëheshin 700 ca episode edhe Boruto që e prishi dorën fare. Edhe unë them që i dham zgjidhje pse nisi lufta. Nëse ju keni ne menim në ryshe, e kuptoj, bëni ne koment. Se bëjmë episod tjetër. Ju kthejmë përgjigje tek e për ne që mos e vrani menin, këtu jena, kena kohë. Ose jo. Kështu që deri episodin e radhës me një temë tjetër do ju njoftojmë se çfarë do kemi. Mirupafshim. Hasta la vista.